Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirmadhit. Përshëndetje, paqja qoftë mbi ju, të nderuar miq anë mban botës. Uroj të jeni mirë, të keni kaluar një ditë të bukur të Ramazanit. Urojmë që kjo ditë të jetë më e mirë se e djeshmja dhe e nesërmja të na jetë më e bukur se e sotmja. Për sonte kemi përgatitur në tematikën vazhdimsi e temës lutja. Pra do të flasim tani se si bëhet lutja dhe si që ka premtuar do t'i përmisoj 2 gabime nga videoja paraprake, videoja biseda nëmër 2. Për njërin gabim ju kam haruar tekstin të cilën e lutjes të cilin tekst profeti Muhammed ja lexonte Aliut që nga fëmiria e tij, sa herë që e shihte ja vinte dorën mbi kokën e tij dhe i thonte ta mësonte lutjen. O Allah, mbushe zemrën time me dituri të kuptuar, dritë, durim dhe besim. Më mëso dhe mos lejo të jemi pa ditur. Më bëj që të mbaj në mend dhe mos të harroj. Kjo pra është lutja të cilën profeti Muhammed ja këndonte Alihut dhe këtë lutje si tekst e keni në videon time në YouTube, kanalin e YouTube-ës të bisedës numër 2. Gjithashtu e falenderoj motrën time të madhe, e cila për momentin është në Bergamo, e përshëndes nga Kosova, nga Prishtina, e cila ma ka tërhekur vërejtjen që nga Italia, më tha se kam bërë edhe një gabim, e kam përmend Jusufin a.s. në vend të Yunusit, paqja e Zotit qoftë mbi ta, të dytë janë pejgamber, edhe pse 2 herë kam përmend Yunusin e 3-4 herë Jusufin. Prandaj do ta bëjmë një përmisim edhe një zgjatim pak më të madh të kësaj bisedes. Siç e dini, Yunusi a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, ka qenë një prej profetëve i cili kjo ndodhi, kjo lutje është bërë sepse siç kemi thënë edhe përpara, çdo ajet që ka zbrit ka kërku e ka të caktuar kohën e vet, vendin, për çfarë arsye ka zbritur e tjera e tjera. Vetëm pak sa ta nali këtë video. Pra, Yunusi a.s. nuk ishte i kënaqur me punën e tij. Si profet ka pas predikimin e fesë. Të gjitha fet kanë pas një substancë, pra besimin në Zot, besimin në librat e shenjtë edhe besimin në botën tjetër. Këto janë pra 3 elemente që një fe tamam e përcaktojnë që është fe nëse i ka këto 3 elemente, pra tevhid, me'at, nubuvet. Besimi në Zot, besimi në profet, besimi në botën tjetër. Dhe Yunusi a.s. nuk ka qenë i kënaqur me këto, edhe hyp me një anije, don të udhtoj të shkoj me një vend të pa ditur, veç të hyp në anije, i dëshpëruar nga populli vet të cilëve ja predikonte fjalën e Zotit, mirë po nga ana tjetër edhe e akuzonte veten se mos ndoshta ai nuk dinte t'ja predikonte. Dhe kështu, masi që hipi në anije, në det u bë një trazi shumë e madhe e valve, dhe simbas adetit të detarëve duhet vendosur, duhet dhënë si sakrificë, si kurban, duhet gjuajtur një person në det për tu ulur valët e detit, edhe për të shpëtuar të tjerët. Bëjnë short andej këndej, e qesin short edhe i bie që Yunusit a.s. të gjuhet në deti. Po shkoj kështu pak më shkurt, se qëllimin e kam me arte lutja e Yunusit a.s. Edhe këtë Yunusin a.s. e gëlltit balena. Tash aty rrin një kohë të gjatë në barkun e balenës në errësirë. Dhe pasi e vëren se në çfarë gjendje të palakmueshme ishte, në krizë, në vdekje,
në barkun e balenës, ai e thot këtë lutje: La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minadh dhalimin. Nuk ka Zot pos teje, ti je i lavdruar, nuk ka pa të meta, unë i bëra të padrejt vetës. Pra, në një farë mënyre, këtë lutje që e bëri, Yunusi a.s. U pendua, unë i bëra të padrejt, i bëna inni kuntu minadh dhalimin, unë jam prej atymve që i bëra padrejt vetës, a ti je i lëvdruar, subhaneke, ti je i vetmi, mirë po, Yunusi a.s. para se të kërkonte lutjen, e vërtetoi dëshminë e vet, la ilaha illa ente, pastaj tha, o Zot, unë jam prej atymve zullumçarve, prej atymve që i bëna dëm vetës, sepse nuk besova në ato se çdo gjë është e caktuar nga Allahu, nuk kishte nevojë Yunusi a.s. aq shumë të brengosej, sepse fjala e Allahut është e vërtetuar tek çdo person, por ne, njerëzit, profetët, evlijat, njerëzit e devotshëm, ata vetëm Zoti i dërgon në çdo epokë, i zgjedh njerëzit e vet që ta predikojnë fjalën e Zotit. E dëshira e Zotit është kush deri te te cili person do të arrijë e tjera e tjera. Pra, pse e përmendëm lutjen e Yunusit a.s. Po e lidhim me ligjëratën e kaluar, sepse tham aty se njeriu kur është shumë i devotshëm, njeriu kur është i pastër, me zemër, ai mund të gaboj, mirë po lutjet e tij me njëherë pranohen tek Allahu. Ai vetëm një herë e tha, nuk u desht me thonë 100 herë, 50 herë, se najherë thot dikush, po pse me lexu për shembull një kul huwallahun para se me ra me fjet 11 herë, apo dikush thot 3 herë, disa rivaje, disa rëfime nga imamët thënë 11 herë para fjetjes, dikush thot 3 herë. Pse? Sekret janë këto numrat, janë sekret e Allahu xhaleshanu. Se siç tham, ve idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribi ujibu da'wat ad-da'i idha da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yashkurun. Domethënë në këtë ajet Zoti e përmend 7 herë veten, 7 herë robin e vet, njeriun. Edhe te kjo lutjet kur i bëjmë, na nuk jemi aq të pastër, aq të çiltër që me njëherë lutjet e tona me na u pranu. Por edhe këto numrat 7 herë, 7 qiej, 7 ditë javës, 7 shumë sende kanë me 7. Numri është një sekret në veti. Edhe na nëse themi që profeti ka thënë me këndu surën Kul huwallah 11 herë apo 3 herë, ai ka pas diçka pse ka thënë, sepse çdo numër e ka sekretin e vet. E na është puna sikurse kur e keni qelç, ai ndoshta një qelç një dhëmbë me pas ma pak ose ma shumë, nuk hyn punë, nuk e hapat derën. Prandaj janë disa gjëra që ne nuk mundemi mi komentu ose duhet me hy në ato simbolikat kuranore për me i kuptu sekretet hyjnore. Njeriu në jetën sot pra e kemi këtë tematikën si të bëhet lutja. Shikoni, ndoshta unë pak po koncentrohem në ato që e kam shkruajt në librin tim Kurora e lutjeve, për arsye se gjërat harrohen, mirë po edhe po kam qef të jem po kam dëshirë të jem ma precize, ma e përpikt, që mos të më kaloj diçka pa e shpjeguar, sepse me të vërtet gjatë shkrimit të kësaj librit tim e kam mbledh perlat e gjitha mësimeve, të gjitha leximeve të mia që i kam bërë në libra për t'i futur në këtë libër të modifikuara sipas asaj mundësisë time. Pra, njeriu në jetën e përditshme gabon, mëkaton, paragjykon, flet, shpif, gënjeshtron, i përçan njerëzit, fjalë të panevojshme, e tjera. Ndonjëherë i bën me vetdije, ndonjëherë i bën pa vetdije, ndonjëherë i bën
me nxitje të asaj energjisë keqe, me nxitje të mendimeve të këqija që ne i themi edhe shejtan. Pra gjitha këto janë gjëra që i ndodhin njeriut në jetë. Prandaj çdo njeri që dëshiron ta lusë Allahun e lartësuar, ai duhet së pari t'i drejtohet Zotit me pendim, sepse pa u penduar ne për veprat tona, edhe lutjet e tona nuk mund të na plotson Allahu xhaleshanu, se është njësoj sikurse kur i kemi një grusht me kokra gruri edhe i gjujmë në asfalt, në cimento. A kishin me mbi ato kurse si, por nëse një grusht kokrat grurit i gjujmë në tokë pjellore, në tokë të butë, atëherë edhe ujin ja vendosim e tjera ato kushte tjera që i kërkon për me mbi një bim apo një farë, pra nëse e qesim tokë pjellore, ajo ka me mbi. Prandaj edhe lutja i ka do parakushte tjera që duhet njëherë të kemi pendim, të pendohemi Zotit. Mirë po, sepse fjala me të cilën ne pendohemi është estakfirullah ve etubu ilejk. Edhe kur hym namaz, ne mundemi para namazit me bo gabime, me bo ndoni mëkat vogël, me ofendu dikant e tjera, me po para namazit themi estakfirullah ve etubu ilejk 3 herë, për me mund pastaj me u lidh me Allahun xhaleshanu. Sepse ma poshtë do të tregojmë sa e vlefshme është të pendohemi para lutjes. Estakfirullah ve etubu ilejk, nëse e themi vetëm këtë mënyrë edhe nuk ja dim kuptimin, ajo nuk e ka efektin e vet në tek zemrat tona. Prandaj duhet pasur shumë kujdes se çdo gjë në gjuhën arabe çka nuk e dim, duhet ta shikojmë, ta shfletojmë libra, të pyesim njerëzit, mos bëjmë bosh muhabet që thënë Prizren, llafe çllafe, po ti pyesim njerëzit, a thua çka do me thonë estakfirullah, për shembull ve etubu ilejk. Pra, kjo fjalë do me thonë, o Zot, estakfirullah, kërkoj falje prej teje, ve etubu ilejk, dhe të drejtohem ty. Pra, njëherë kërkon falje, pastaj i drejtohesh Zotit për diçka. Prandaj Allahu na ka krijuar melekët që ti tu bojmë të gjitha faljet tona, salavatet tona me një rivaje, si themi rrëfime, të njerëzve të mëdhej, profetëve, thuhet se Zoti ka krijuar më se 14.000 lloje të engjujve. Ka prej tyre që i luajnë rreth. Jo që Allahu ka nevojë për engjujt, po engjujt kanë nevojë për adhurim ndaj Zotit. Njerëzit kanë nevojë ndaj adhurim ndaj Zotit. Prandaj çdo krijesë është krijuar me përgjegjësitë e veta. Edhe engjujt i kanë përgjegjësitë e veta. Njëri prej përgjegjësive të engjujt janë engjujt të cilët i mbledhin salavatet, selamet profetit Muhammed. E tash, çka ka lidhje salavati me estakfirullah ve etubu ilejk? Këtu janë 3 pika të cilat na mësojnë se para se të lutemi Allahut, duhet t'i drejtohemi Allahut, o Zot, unë prej teje kërkoj falje, ndjes kërkoj për gabimet e bëra, të ditura e të paditura. Pastaj ty, o Zot, të drejtohem. Kjo është hapi i parë. E dyta është të fillojmë me Bismillahirrahmanirrahim. Edhe kjo Bismillahirrahmanirrahim. Qa do me thonë? Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirplotit, mëshirmadhit, e tjera, për këtë do ta kemi një temë apostafat, që mos nalëm, pra duhet që çdo fjalë, nëse e themi në gjuhën arabe, nëse ty të përshtatet për zemrën tënde, çdo fjalë duhet t'ja dish kuptimin, t'ja din kuptimin e saj në gjuhën shqipe, se për ndryshe nuk ka efektin e mirë, në tek ne, pra nuk ka efekt. Pastaj, e dyta pra Bismillahirrahmanirrahim, e treta është salavati. Salavat, pse themi salavat? Sepse profeti Muhammed është një ndër krijesat më të dashura të Allahut. Allahu e vërteton dhe thot se para sa të krijoj universin, hënën, qiellin, tokën, yjet, të gjitha, unë e kam krijuar nuri Muhammedi.
që kjo na bën të besojmë, na bën të bindur se profetin është krijuar para se të krijohet çdo gjë. Pra nuri i profetit është krijuar para të gjitha krijimeve tjera. Dhe thot Allahu xhaleshanuhu që atë e kam krijuar para profetit si lindje normale, si lindje njerëzore. Për besoj se pa nur, pa dritën e Allahut, asgjë s'kishte me mund me mbi as edhe një fije bari, edhe nas kishe mund me jetu pa dritën e Zotit. Prandaj, fal profetit Muhammed, ne i shijojmë të gjitha begatit e Zotit. Kjo edhe vërtetohet në ajetin kuranor, ku unë kam përmend në kanalin tim në YouTube salavati, veç sot po i bi pak më shkurt, ju mund ta shikoni komplet për salavatin, domethënien e salavatit në kanalin tim në YouTube e keni pra, aty thot ajeti kuranor ashtu Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe melaqet, engjujt thirrin salavat, i çojnë selam ala nabi, për mbi profetin. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, sallu alayhi wa sallimu taslima. O ju të cilët keni besuar, edhe ju dërgoni salavat për gjithmonë pa ndërprej. Pra ky ajet neve na obligon që profetit Muhammed t'i dërgojmë salavat, selam, sa herë që të mundemi, sa ma shumë që të mundemi. Prandaj, për hatër të profetit Muhammed, neve Allahu të na plotsoj edhe lutjet e tona. Prandaj janë këto 3 pika të cilat para lutjeve duhet i përmendim. Estakfirullah wa etubu ilejk. Numër 1. Pra të kërkoj të drejtohem ty o Zot, kërkoj falje o Zot dhe ty të drejtohem. Kërkoj falje o Allah dhe ty të drejtohem. E dyta ishte Bismillahirrahmanirrahim. Në emër tënd o Zot, unë po dua të lut. Pastaj Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Që do me thonë paqja, selami qoftë për mbi Muhammedin dhe ali Muhammed dhe familjen e Muhammedit. Pra, e themi këtë salavatin, e pastaj e lexojmë, e themi shpirtnisht një lutje që ne e kemi, e pas kësaj prapë mbyllim me salavat. E tani, ku ishte punja të engjujt? Janë disa lloje të engjujve, vetëm salavatet i mbledhin në përbot. Ku do që të thrasim na salavat, Allahume salli ala Muhammed ve ali Muhammed, me laqët i mbledhin salavatet. E nëse salavati është në fillim edhe në barim, e lutja janë është në midis, e lusim Allahun që për hir të profetit Muhammed të na pranoj edhe lutjen tonë. Kur ka zbrit ky ajet kuranor, e kanë pyet, ja Resulallah, thot, edhe Allahu po të çon selam. Edhe engjujt me laqët po të çojnë selam. Mirë po, ja ju alladhina amenu, o ju që keni besuar, besimtar, se musliman edhe besimtar ka shumë dallim. Edhe për këto do të flasim tjetër. Pra, o ju që keni besuar, sallu alayhi wa sallimu taslima. Thirrni selam, çoni selam pejgamberit pa ndërprej, sa të mundeni, sa më shumë që mundeni. Thot Allahu ty po të dërgon selam, me laqët për urdhënon, po edhe neve po na urdhënon. Ja Resulallah, çfarë kemi na obligim ndaj teje? Thot ju, kur gjos keni obligim. Unë këtë punë, këtë shpallje, këtë vujtje, 23 vjet, këto vujtje, këto maltretime që i kam pas, këto poshtrime besa që i ka pas. Mos të hym tash në jetën e profetit Muhammed, se mjaft hoxhallar po na tregojmë, i falenderoj që nga këtu. Pra, gjitha ato maltretime, gjitha ato poshtrime i ka pas, thot që i kam pas, ato i kam pas vetëm, thot nuk po kërkoj për juve asgjë. Gjitha ato mundime, ato qofshin fal, unë vetëm jam zgjedh për ta prediku fjalën e Zotit. Por për kërkoj për juve vetëm një gjë. Thot të ma respektoni familjen,
të mbani akraban. Akrabaja e profetit Muhammed kanë qenë familja e profetit. Me njëherë mas këti rasti, vjen edhe ai hadisi i gjybes. Hoxhallarët i kanë pas në Arabi edhe tash hoxhallarët i kanë ato gjybet e mëdhaja. Edhe me njëherë mas këti rasti, profeti e thirr Aliun, e thirr Fatimen, e thirr Hasanin edhe Husenin, edhe thot hyni nën këtë ambrell, nën këtë gjybe, këtë mantil. Edhe thot Gjebrailit, këta janë familja ime. Pra, këtu profeti thot nuk dua asnjë shpërblim për gjithë këto vujtje, për gjithë këto mundime që i kam bë, vetëm të më respektoni familjen. Edhe me një ajet tjetër, më vazhdon pas kësaj, thot, namazet e juja mos ju qofshin kabul, mos ju pranoft Zoti, nëse, thot, kur më përmendni mua, kur më të dërgoni mua selam, nuk mi dërgoni familjes time. Prandaj në namaz, ne, kur ulemi në namaz, të shehudi, në ulje, themi Allahumme salli ala, Allahumme sejidina Muhammed, ve ali Muhammed. Kema salejta ala Ibrahim e vala ali Ibrahim. Vazhdon ajo. Mirë po kryesorja është ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Se nëse nuk e themi këtë salavat namaz, pejgamberi na ka thonë, as namazët e juja s'kan me qenë kabul. Pra shikoni çfarë vlerë ka familja e profetit Muhammed. Edhe ky salavati, për me na u bo lutjet tona kabul, do ta kemi edhe salavatin. Tash shtohet pyetja, po a duhet patjetër salavatin me këndu arabisht? Jo, nuk është patjetër. Kur gjë nuk është patjetër. Nëse unë ndijej në shpirt temin, vetëm Kurani lexohet, vetëm Kurani lexohet në gjuhën arabe, se ajo të ngrit shpirtënisht ndikon tek ti. Mirë po, ajo për me të ngrit shpirtënisht, po për me dhënë dituri, për me mund t'i atë diturin e Kuranit sa do pak me përdor njëtën e përditshme, në punët e përditshme, ju, zotëri, zonja, duhet ta lexoni në gjuhën shqipe, në gjuhën bosnjake, në gjuhën e amës suaj, gjuhën amtare. Se për ndryshe, nëse ne ka gjyshet e tona, për shembull, tan jetën e kanë lexu kul huwallahu ahad Allahu samed, edhe nuk e kanë ditë çka do me thonë. Mirë po ato kanë qenë gjyshet e tona, të pashkolluara, analfabete, tjera e tjera. Ndërka që ne mund ta lexojmë në gjuhën shqipe. Paqja, selami qoftë për mbi Muhamedin dhe familjen e Muhamedit. Shumë kollaj. Selami qoftë për mbi Muhamedin dhe familjen e Muhamedit. Ju që doni Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Cilat ju pëlqen? Çfarë të thujeni? Cilën e kuptoni? Shko, tash na jemi njerëzi thjeshtë, njerëzi standard, ordinar. Edhe dikush me na qu një selam, thot, bani selam, bani të fala, filani, edhe vjen dikush thot, ka bo filani të fala, apo filanja. E ty vjen, sa mirë, së më pas ka haru. Merreni me mend, na sa duhet me i qu selam profetit Muhammed. Tjetër herë, ose në videon e keni poshtë për salavatin, aty të regon se çka janë shpërblimet kur t'i qojmë selam, kur t'i dërgojmë selam profetit Muhammed. Po vazhdojmë me një thënie tjetër të profetit, thot, më i dobti në mesin e njerëzve është ai i cili nuk ka forcë të pendohet dhe pastaj të lutet. Shikoni, për të penduar është më vështirë se sa për të lutur. Prandaj duhet themi, o Zot, kërkoj falje nga ti dhe pastaj themi të drejtohem ty. Pse për të penduar? Sepse njerëzit në jetë bëjnë gabime. Mirë po ka disa prej tyre që nuk e kanë atë forcën. Njerëzit më të dobët mesin e njerëzve janë që nuk kanë forcë për më u pendu. Sepse si ka me u pendu për një gjë, kur ai prap nesër zgjohet mëngjes, edhe prap njëjtën punë ka me bë. Prandaj për me u pendu për diçka, është njeriu duhet me pas shumë forcë, shumë bindje për më vërtetu që ajo nuk është në pëlqimin, as me veten tënde, as me familjarët, e lëre më me Zotin. Prandaj profeti Muhammed thot është më i dobti në mesin e juaj është ai që nuk ka forcën e pendimit, sepse
Pendimi gjithashtu na e kuptojmë me bë teube, mu pendu. Për shembull, që kjo nuk është e jemja. Mirpo unë e di që kjo është e ndalume, nuk është etike. Zoti nuk e lejon kjo nëse nuk është e jemja me marr unë edhe me shtin çantë. Qoftë edhe një send i vogël, me marr nuk është e jotja. E tash, kur vjen pendimi? Pendimi vjen kur ti e din që kjo nuk është e mirë me ba. Edhe në momentin kur afrohesh ti thush estakfirullah ve tubu ilejk. Pra, kjo është pendimi tamam. Ajo ti hajtë se unë ta marr, e mande pendohem. Jo, ti mundesh mu pendu. Vetëm atëherë kur këtë e kthejnë në vendin e vet, apo ti e din që el fitnetu ashaddu min al qatl. El gibbetu ashaddu min al qatl. Thashë thonja, përfolja, shpifja, rrena, gibeti, thashë thonja, është ma e keqe, ma e lik se sa mbytja. Prandaj kur e din ti se kjo është e keqe, është e shëmtuar, është e dënueshme besa, sikur me myt një njeri. Atëherë unë habitem me njerëzit se si nuk frigohen prej Zotit, bile dhe ata vetë që falin 5 kohë e namazit, edhe dalin me emër, me mbi emër, rasti jem për shembull e përmend filan hoxha e din vetaj. Thot ajo ashtu shkon ballë një shqiptare, një katundare, ballë për ballë me Ahmetin e Gjatin e tjera, e njollos e abuzon autoritetin e dikujt pa pikë nevoje. Prandaj, ajo më e keqja është se ti e ke myt atë insan, sepse njerëzit që ty të besojnë, ata kanë më bë militantët e tu. Prandaj, nuk është besimtar një person i cili i merr ajetet kuranore, i din edhe i vepron. I din që janë të mira edhe i vepron, ajo është shumë okay, po e din që ato janë dëmshme për veten, për familjen, për shoqërinë, edhe i vepron. Prandaj duhet pasur shumë kujdes që se Zoti thot Kur'an, mjerët ata janë të cilët flasin edhe nuk punojnë sipas asaj që flasin, sipas asaj që e din. Prandaj, nëse veprat e tona janë na bin deri te pendimi, pse me bo atë vepër kur ne e dim që është e dëmshme, është e ndalume për neve, nuk është në pajtim me këshillat e Zotit, na e veprojmë, na e shajmë njerin në media e tjera. Këto janë, po tash na jetojmë në shtetin demokratik, edhe mundemi me shat dikont, me fy, me përgënjeshtu, me abuzu me autoritetin e tij. Pse na jemi në demokraci? O zotni, ti je në demokraci, o zot, je në demokraci, me po duhet me pas kujdes ti me kqyr demokracinë çka njerëzore se demokracinë, fjalën e lirë me pas në kuadër të etikës, kuadër të sjelljes morale. Nëse të na lirojnë mediat, na lirojnë YouTube-ja, na lirojnë Facebook-i me shkrujt, me ofendu njerëzit, a thua ata liron, ata bën të lejuar Zoti. A thu, natyra njerëzore a ka me ta falë dikujt që për shkak fjalëve tua dikush është lëndu, dikush ka kajt me ditë të tëra, e tjera. Prandaj, për fund, pra këto ishin disa pika se si bëhet lutja. Pra lutja i ka 3 pika kryesore, 3 gjëra që duhet t'i veprojmë para se të lutemi. Ajo ishte të themi estakfirullah ve tubu ilejk, të kërkoj falje o Zot dhe ty të drejtohem. Pas asaj, bismillahirrahmanirrahim, në emër tënd o Zot, mëshirues, mëshirplot. Pastaj themi Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed, apo në gjuhën shqipje që i bjerë selami, paqja, qoftë mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Pastaj e themi dua dhe prap lutjen tonë shpirtërisht, çka dim me fjalët e tona, kemi kallëzuar dhe lutje tjera, na
mjafton zemrën me pas pastër. Tjera qana, pastaj Zoti na din neve zemrën tonë, çka don, çka kemi nevojë. Prandaj, edhe nëse nuk dim me u shpreh, vetëm shpirtërisht me u lidh me Zotin, me mendu, zemra me zemrën ka me fol, shpirti me shpirtin ka me fol. Prandaj, këto janë disa mësime të vogla, të shkurtra për pranimin e lutjes. Besoj se kam qenë e qartë, besoj se kam mund me shtjellu pak këtë tematikën se si bëhet lutja. Herën e ardhshme do të vazhdojmë prapë për lutjen, sepse, siç kemi thënë, edhe lutja është një prej veprave të adhurimit. Nuk është adhurimi i Zotit vetëm namazi, vetëm agjërimi, vetëm haxhi, vetëm ajo, vetëm kjo. Po edhe lutja është një prej një prej pjesëve të adhurimit, një prej veprave të adhurimit. Shumë faleminderit. Shpresojmë që edhe nesër të vazhdojmë me ligjëratat tona, bisedat tona motivuese, të cilat prap do të vazhdojmë për lutjen. Faleminderit shumë, natën e mirë.